Agim Batiri thoshte dur t'i prej e nuk e votoj listën sërdska. Prej vlla, prej se sa të votove me që ato dur. Një vit me radhë, pra meqve të vendosja ka rajt popullin dhe votus të vetë, duke qujt terrorist si miqin në listën sërdska, nuk e votojna. Pra një vit blokat, një vit retorik, boshe, një vit betime publike se nuk e votojnë terroristin, pra në emën të parimeve. E sot e votuan terroristin. Për 40 minuta u përmbys një vit i plot i narrativës populiste të tyre rrancave. Për 40 minuta u tretën fjallët, u tretën premtimet, akuzat dhe dramat politike që ashisnin popullit kishe si parime. Na që ka vitun për një vit sankcione, një vit Kosova ka hum në ekonomi, ka hum në investime, se s'ka pos qeveri. As gjithë s'ka ndryshu përveç çmimeve që kanë shku në hava. Ka pas migrim masiv të rinis, ka vazhdu pra migrimi. Investitorit bizneset kanë ikë Maqedoni Shqipëri, se s'kishte qeveri. Integrimet europiane larg Shqipërisë, malit zi e Maqedonisë që po ecin me hapat sigurt. Investimet huaja s'ka pas përveç blerjes së panesa nga diaspora, e tjerë. Pra vendi më i varfër në Evropë, se ka pas luksin për 5 minuta me mbet pa qeveri, e këta një vit e mbajtën peng, se thanë nuk e votojnë atë terroristin Simiq. Dhe së qka e votun terroristin Simiq. Pra kjo citat, miq shpalos një fenomen tipik politikës populiste të vendosjes. Pra diskursi moral instrumentalizohet për konzum publik, ndërsa vendimare reale do thot udhiqet vetëm nga kalkulimet të momentit. Pra, këta e demonizojnë figurën e Simiqit për një vit, duke qytë terrorist, e thënë ka morë pjesën Banjska, dhe më pas e legitimojnë me vot brenda 40 minutave. Kjo nuk është thjesht vetëm kontradikt retorike, kjo është mashtrim e rën e qëllimshme. Po domi më të madh për këto ka psu Kosova sepse ka mbet mbrapa një vit pa qeveri. Pra, ka mbet mbrapa një vit pa qeveri për një procedurë 40 minutëshe që ka mujt të kryet edhe vitin e kaluar. Hajde tash bashka prendi dur të krejt. Hajde.